Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, gjithë secili prej nesh kalon në sprova dhe dallgët e jetës. Dhe është thënë shumë herë në Kur'anin Kerim që kjo është dynja e sprovave kalimtare dhe nuk është dynja e rehatis, sepse rehatia do të jetë në xhenetet e larta inshallah taala. Allahu xhelle xhelalu na përshkruan në Kur'anin Kerim dialogun midis jo besimtarve, pasi ata hidhen në zjarrin e xhenemit dhe I bëjnë pyetjet e tyre Zotit subhanallahu, pse jemi në këtë gjendje o Zot, pse na çove në zjarr xhenemit? Dhe për ta kuptuar këtë duhet ta përmendim që ka shkaqe që I çojnë njeriu drejt udhëzimit, drejt rrugës drejt suksesit dhe triumfit, ka dhe shkaqe që e çojnë njeriu drejt disfatave, humbjeve, sprovave, sprovë pas prove derisa njeriu ta gjej veten arsyen pse I ka ndodhur këto gjëra. Allahu subhanahu wa taala kur tregon për Ademin dhe Hawan dhe të regon për sprovën që I ra atyre, kur I zbritin tokë, pra të kuptosh shkakun, pse ke ardhur në këtë botë, cilat janë gjërat që na çojnë drejt suksesit dhe gjërat që na çojnë humbje dhe shkatrimin, dynja dhe në ahiret. Thot Allahu në Kur'anin Kerim, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma." Dhe kush e pason udhëzimin tim, dritën Allahut, shpalljet pejgamberët, Kur'anin, rrugën e Zotit, rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk do të humbi në dynja dhe as nuk do të dëshpërohet në ahiret. Prandaj thot Allahu, kush ja kthen shpinën këshillës time, pra Kur'anit, rrugës Zotit, rrugës pejgamberëve, fa inna lahu ma'ishatan danka, do ketë një jetë vështirë. Dhe do të rinjallim atë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, në ditën e Kiametit verbër. Ky dialog me dy ajete ta përmbledh gjithë jetën tënde. Ndjekja e rrugës Allahut dhe pejgamberit alayhi salam dhe pejgamberëve përpara tij, besimit, tauhidit, monoteizmit, është rruga e suksesit përtej sfidave që do kesh. Sepse Allahu azza wa jall thot la fala yadhillu wala yashqa, nuk do të humbin në dynja dhe as në ahiret nuk do të jetë për të humbur dhe të dëshpëruar. Dhe sikur ta kuptonin njerëzit këtë, do të rehatonin zemrat dhe shpirtrat e tyre. Do të rehatonin qenin, shërimin e do të shëroheshin nga shumë smundje, nga shumë halla, nga shumë brenga. Por ja që vëllezër dhe motra njerëzit mendojnë se duke kaluar në gjersinë e kësaj bote, në bukurinë e saj, në luksin e saj, në mirësinë e saj, në begatitë e saj, në shijimin e saj, detajeve gjitha të fortë të jetës,
ata megjithatë thot Allah nuk gjejnë kënaqësi. Gjejnë trauma, gjejnë shqetësime, gjejnë halle, gjejnë probleme, nuk kanë lumturi në zemrat dhe shpirtrat e tyre. Janë hall të madh, edhe pse kanë provuar shijen dhe bukurinë e kësaj dynjaje. Edhe pse nuk i mungon asgjë në këtë botë. Prapë janë hall të madh. Ta ka dhënë Zoti ilaçin. Prandaj thot: "Wa man a'rada an dhikri", sepse ata ja kanë kthyer shpinën besimit Zotit subhanahu wa taala, edhe pse në këtë dynjë kanë shumë gjëra që nuk i mungojnë, por Zotin s'e kanë gjetur kurrë. Ballin sejdë Allahut s'e kanë gjetur kurrë. 2 pika lot në zemrën e tyre, në sejdë mes tyre dhe Zotit, jo para njerëzve s'e kanë gjetur kurrë. Në hallin më të madh jetës tyre s'kan trokitur kurrë ke dera Zotit subhanahu wa taala, që t'ja qajnë hallin Allahut azza wa jall, që ta zbrasin atë brengën, atë dhimbjen e zemrës dhe shpirtit Zotit subhanahu wa taala. Se kanë gjetur kurrë. Prandaj Zoti e jep përgjigjen, dhe kush ja kthen shpinën për kujtimin tim, do ketë një të vështirë për te luksit që ata kanë, gëzimeve, begative, mirësive, dhe do të ringjallim, thot Allahu, ditën e kiametit të verbër. Por pse vallë të verbër? I jep Allahu përgjigjen ajetin dhe thot: "Qala rabbi lima hashartani a'ma." O Zoti, për pse më ringjallet verbër? Wa qad kuntu basira. O Zot, punë atëherë kam qenë me sy, shikoja. I jem përgjigjen Zoti subhanahu wa taala shumë e thjeshtë, dhe në kulmin e drejtësisë dhe në thellësinë e besimit të pastër, thot Allahu: "Kedhalika atatka ayatuna." A nuk të kujtohet ty të kur të erdhen argumentet tona? Fanasitaha, dhe I harrove ato. Wa kedhalika al-yawma tunsa, dhe sot ti harrohesh. Pra, tashme po të vjen ndërmend për kujtimin e Zotit, po të vjen ndërmend mirësitë e Allahut që ke pasur në këtë dynja pa fund. Dhe ti u joshe, harrove, nuk besove, u tregove arrogant, u tregonte mendje madh, bëje sikur nuk e dije, sikur nuk ishe dëgjuar njerë për Zotin e gjithësisë, sikur nuk e dije që duhet I vije ballin sejdë Allahut azza wa jall. Dhe kështu ja mbushe mendjen vetes që s'ka dy ahiret, që është kjo xheneti, që janë këto që thonë ju prallat e fesë. Ja, pra, që u përballe me atë moment që dole para Zotit subhanahu wa taala. Jepi përgjigje. Edhe harrove Allahun azza wa jall, u harrove sot. E harrove Allahun në kulmin e begative dhe mirësive dhe gjitha mirave të Zotit. Harroj Zotit sot. Madje nuk ka zguximin të flasësh para Allahut subhanahu wa taala, dhe vazhdon ajeti me përgjigjen dhe thot: pra, si shpunove ashtu e gjete shpërblimin me drejtsinë e Allahut subhanahu wa taala. Kedhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Kështu ne ai shpërblim ata të cilët shpërdoruan nga jeta e kësaj bote dhe nuk I besuan argumentet e Zotit tyre. Wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Dhe I themi atyre: dijeni se ndëshkimi I ahiretit është më I fortë dhe I përhershëm. Ky është një dialog që Allahu azza wa jalla përmend në Kur'anin Kerim për njerëzit e mençur, që mos jeni nga ajo paletësita e cila gjeti guximin mes mirësive të Allahut dhe gjerësisë tokës Zotit. Shijoj çdo gjë në këtë botë dhe harroj Zotin e tij. E harroj mirësitë të Allahut, e harroj begatin, e harroj shëndetin, e harroj familjen, e harroj fëmijët, e harroj pasurinë, e harroj gjithë mirësitë që I dha Zoti subhanahu wa taala. Dhe kjo u bë sebeb që ai të arsyetohet para Zotit: pse o Zot më ringjallet verbër, kurse Allahu I përgjigjet: sepse ti kështu I harrove mirësitë tona në dynja dhe sot harrohesh përpara Allahut ditën e kiametit. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin Kerim, dhe na zbukuron argumentimin e tij dhe thotë: fa hasibtum, a menduat ju annama khalaqnakum abatha, mendoni se ne ju krijojmë juve mkot, që të shtyni kohën, që të bëni arrogant, që mos ta përkujtoni Zotin kurrë, që të shisni mend me mirësitë e Allahut, me kohën e tij, me ajrin e tij, me jetën e tij që ju ka dhënë. Wa annakum ilayna la turja'un, dhe mendoni se ju një ditë nuk do të ktheheshit te ne. Ja, pra, erdhi vdekja, kiameti I vogël, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ti u përballe me atë momentin që e mohoje, që e harrove, apo që bëje se kur nuk ekzistonte, apo nuk e dije, apo nuk ishe dëgjuar kur më përpara. Ky
Ky erdhi fakti. Fakti e xhelit, fakti që të mulohesh me dhe edhe aty të përshkruhet historie përpara syve se çka ke punuar në dynja. Dhe aty të vinë mend të gjithë veprat e tua të shëmtuara, harresa jote, mendjemadhësia jote, të gjithë të braktisin, pasuria, fëmia, miqt, shokët, ku janë? Je vetëm ti me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu: "Fa ta'ala Allahu Malikul Haq", madhëruar, i lartësuar qoftë Allahu, mbreti i vërtet i qeve dhe tokës, ai i cili trashëgon çdo gjë, dhe jo ju njerëz që do të vdisni një ditë do dili para Zotit. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Kerim. Nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin përveç se Allahut, Zotit të Arshit Bujar. Prandaj Allahu vazhdon dhe zbukuron argumentet e tij për njerëzit që kanë mend dhe kanë arsye, dhe që nuk e konsiderojnë veten si të pavdekshëm dhe nuk i njehen nga jeta e kësaj dynjaje. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dhe nuk e krijuam më këtë qiell dhe tokën thjesht që të shtyni kohën ju, që të talleni ju, që të mohoni ju, që mos të bindeni ju. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dhe nuk i kam krijuar kot gjindet dhe njerëzit vetëm që ata adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër dhe motra, fikërsoni Zotit azza wa jall. Meditoni mbi mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Mos jemi ditën e Kiametit si ata të cilët i përshkruan Allahun në këtë lloj gjendje, që harruan Zotin në këtë dynja, harruan namazin, harruan përkujtimin e Allahut, harruan agjërimin, harruan haxhin, harruan shahadetin, harruan se do të kthehen tek Zoti subhanahu wa taala, harruan se do të braktisen një ditë, do të na harrojnë një ditë, do të na harrojnë. Wallahi do të na harrojnë gjithë ata, baba, nana, gruaja, fëmijët. Në momentin që varrosesh atje dhe të mbulojnë me dhe, do të qenë 1 javë, 2 javë, 6 muaj, pastaj do të harrosh. Dhe do të ngjëresh vetëm ti me Zotin tënd dhe askush tjetër. E lutim Allahun të falë gjunat dhe gabimet, dhe na bëj prej atyre që hynë në mëshirën e Allahut në dynja dhe në ahiret. Walhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jall. Paqja, lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. I shikoni këta vëllezër jo besimtarët, gjendjen e tyre në dynja. Subhanallah, japin gjithçka për këtë dynja. Luftojnë, bëjnë tregti, bëjnë zullume, bëjnë pasuri, shtojnë familjen, shtojnë parat pal, shtojnë pozitat, shtojnë influencat kek njerëzit. Pra aq shumë lodhen këta sa që të gjitha një ditë nuk vlejnë asgjë. Ej wallah, të gjitha këto që këta grumullojnë dhe lodhen dhe raskapiten dhe mburren me pasurinë e tyre, me pozitën e tyre, me paranë e tyre, me pushtetin e tyre, me çdo gjë që kanë arritur në këtë dynja, këtë raskapitje të madhe vëllezër. Ku përfundon? Dëgjojeni këtë ajet madhështor i cili të dridhet mishi edhe të tronditet zemra. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala pra në surën Ma'arij: "Yawma takunu as-sama'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-ihn." Dita kur qielli të jetë si kallaj i shkrir dhe malet si lesh i shpërbar, pra dita Kiametit. Gjendje tjetër: "Wala yas'alu hamimun hamima." Nuk e pyet shoku shokun, mikun fare atë ditë. E shikojnë një tjetrin ditën e Kiametit që ikin si kafshët e tërbuara që i ndjekin e gërsirat nga frika, nga tmerrja e saj dite. Yubassarunhum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabin yawma idhin bi banih. E shikojnë njëri tjetrin si ndëshkohen nga zjarri i xhehenemit. Edhe atë ditë kriminali do të përpiqet të shpëtojë, të japi si shenjë këmbimi që mos të dëshkohet nga zjarri i xhehenemit fëmijët e tij. Thotë: "O Zot, merri fëmijët e mi, shkatërroj vetëm unë shpëtoj." Mbaroj me kaq. Po pse? Çneti që je fëmijët për të shpëtuar, ti u lodhe për ta, grumullove pasuri haram për ta, more pushtet për ta, kishe famë në këtë dynja, po i shet në Kiamet për të shpëtuar veten. Mbaroj me kaq vëllezër, jo. Wa sahibatihi wa akhi.
Madje thotë o Zot, merr edhe gruan time ndëshkoje. Edhe vëllezërit e mi merri ndëshkoj që unë të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. S'mjaftuan fëmijët, i mori dhe gruan, i mori dhe çfarë vëllezërit e tij. Ka thënë në shkëmbim o Zot që unë mos ndëshkon. Mbaroi me kaq vëllezër. Jo, vëllezër, nuk mbaroi me kaq. O fasilatihi lati tuwi. Madje thotë o Zot, nuk mjafton, merr dhe farefisin, digjit gjithë që unë shpëtoj. Po pse ti u lodhe për farefisin? I mbaja rreth vetes si bodyguard që të ruani nga zullumi dhe harami. Mjafton me kaq vëllezër? Jo. Nuk mjafton me kaq. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Madje shka mes qiellit dhe tokës sot merri Zot gjitha, pasuritë e mia, mirësitë e mia, famën time, arin tim, argjendin tim, merri gjitha, vetëm shpëto mua nga zjarri i xhenemit. Kalla innaha ladha. Jo, thot Allah. Kurse si, ky është momenti. Ky është momenti që do të përballesh o njeri që mendoje se je i pavdekshëm, u lodhe, u raskapite në këtë dynja me gjithë të para, me gjithë të djers, me gjithë të mund, dhe vdiqe si pa fe, pa din, pa iman, dhe sot nuk të shpëton dot asgjë. Prandaj nuk vlen ajo dynjaja që neve lodhemi, raskapitemi kaq shumë, që torturohemi gjithë ditën kaq shumë, që qajmë halë dhe na zë brengat për të nesmen, që të bëjmë me mua nesër. Ja, pra që përfundoj, çdo gjë iku, u lodhen, u raskapitën, morën shumë gjëra, po që morën me vete tek Allahu ditën e Kiametit. E shitën veten, e shitën gruan, i shitën fëmit, e shitën pasurin, i braktisën gjitha se si bëri dobi para Allahu ditën e Kiametit. Prandaj o vëllezër dhe motra, meditoni për këto argumente që Allahu i jep për ata që mendojnë, thotë në Kur'anin Kerim, për ata që meditojnë, për të zotët e mendjes, për të mençurit, thotë Allahu në Kur'anin Kerim, për ata që dinë, për ata që i friksohen Allahut ditën e takimit me Tij. Me të, prandaj këta janë besimtarë dhe njerëzit e mençur, të cilët e kuptojnë mirë thelbin e jetës, që para se ta shesin nderin e tyre, para se ta ndyjnë dorën e tyre, para se ta ndyjnë gjuhën e tyre, para se ta ndyjnë akiden, besimin e tyre, e dinë se me këtë do përballen ditën e Kiametit. Yawma la yanfa malun wala banun, dita kur nuk bën dobi as pasuria as fëmijët, illa man atallaha biqalbin salim, përveç atyre që vinë Zotit me zemrën e pastër. E pastër nga urrejtja, e pastër nga shokdhënia, e pastër nga smira, e pastër nga xhelozia, e pastër nga egërsia, e pastër nga smira. Sepse ne përpiqemi t'i fshehim shumë gjëra, po harrojmë që Allahu di çka në zemrat tona, në kranorat tona. Atë që ka qenë është do të ngelet, është në dorën e Zotit, është në dijen e Zotit, në dijen precize të Allahut azza wa jall dhe gjykatën e Tij supreme. Elusim Allahun në i fali gjuna dhe gabim. Elusim Allahun në i muloj gjuna dhe gabim. Elusim Allahun në i fshi gjuna dhe gabime. Elusim Allahun mos në marrin llogaria ditë në madhe ku nuk i shpëton askush drejtësisë Allahut azza wa jall. Elusim Allahun në përfshin rahmetin e Tij. Elusim Allahun në përfshin në faljen e Tij. Elusim Allahun në përfshin në mirësitë e Tij. Elusim Allahun mos na sprovojnë ditën e Kiametit me provat mëdha. Elusim Allahun na bëj llogarinë e lehtë ditën e Kiametit. Elusim Allahun na bëj banorëve të xhenetit. Elusim Allahun na i falë gjunat, gabimet neve, vëllezërve dhe motrat tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun të ndihmoj Islamin dhe muslimanët kudo që ndodhen. Elusim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Elusim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Sudan, në Yemen, kudo që ndodhen. Elusim Allahun të ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Sudan, në Yemen, kudo që ndodhen. Elusim Allahun të ndihmoj ummetin islam kudo që ndodhen. Elusim Allahun të zbresim mbi ne dhe fëmijët tan rahmetin e Tij. Na udhëzojë në rrugën e Tij, në dritën e pejgamberit të Tij, në xhenetet e larta të Allahut subhanahu wa taala, dhe të mos na bëjë si ata të cilët lodhen rraskapiten në këtë dynja dhe nuk do të marrin asgjë me vete, vetëm se zullumin dhe llogarinë e madhe para Zotit subhanahu wa taala. Nderuar vëllezër dhe motra, është një vllai jon që vjen vetëm për xhuma. Mirë po e ka sprovuar Allahu me smundje të rënd dhe i duhet ndihmë për ato që quhet ilaçet e kimikatet. Kush dëshiron të kontribuojë, kemi vënë një ark të bardhë aty ke dera,
ta ndihmoj për hir të Allahut azza wa jall, dhe lutim Allahun ta shëroj sa më shpejt, dhe lutim Allahun ta shëroj me rahmetin e tij, me shërimin e tij, me mirësinë e tij, e lutim Allahun ta shëroj vëllezër, sepse kanë sprova që gjithë secili për nesh mund goditet me vdekje, me smundje të rënda, qofshim në sebeb që të shpëtojmë një njeri për hir të Zotit subhanahu wa taala. Walhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.